Tirana, klubi më i mirë i historisë së futbollit në Shqipëri, 26 kampionate, lider her pas here. Sot ndodhet në vendin e 8, atje ku do të luajë ndeshje play-out me Pogradecin, pikërisht në këtë stadium këtu. Në historinë e klubit të futbollit të Tiranës, ata rrezikojnë të luajnë sërish një kategori më poshtë, sepse kanë ndeshjen finale me Pogradecin. E njëjta gjë ka ndodhur edhe 7 vjet më parë, ku Tirana ju desh të militonte një kategori më poshtë. Tirana, a mendoni se duhet jetë në kaq vështirësi, si financiare ashtu dhe në pozitën e klasifikimit në kampionatin shqiptar të futbollit? Unë besoj se Tirana ka dështuar si vjet, sepse nuk ka investuar tek të rinj. Më shumë ka pas probleme me menaxhimin e pagave, ka pas probleme të brendshme. Dhe kjo renditje ka ardhur si pasojë problemet e brendshme të klubit. A mendoni se do të ketë një zgjidhje efikase duke filluar që nga sezoni tjetër? Zgjidhja efikase është të ketë një menaxhim sa më të mirë të fondeve, duke investuar tek drejtori sportiv. Tek drejtori sportiv, tek ekipet zinxhire të Tiranës, tek presidenti. Ju falenderoj. Klubi i futbollit të Tiranës ka zhvilluar 8 ndeshje nga 36 të mundshme në arenën kombëtare të futbollit. Pjesën tjetër e ka zhvilluar në stadiume neutrale. Kjo për arsye sepse presidenti i klubit të futbollit Tirana, zoti Refik Alili, e ka lëshuar stadiumin Selman Sërmasi me qera, duke u dhënë disa individëve për të zhvilluar koncerte